Nisemi! Që ishte kaj shumë magjike! Hej, mirë mëngjesi! Sapo jam ngritur, ora ndërkohë është 6 dhe le të bëhemi gati. Bëm gati, jemi futur në makinë edhe po ikim drejt për të vajtur tek aeroporti këtu në Santorini që të marrim avionin dhe të nisemi për në Athinë. Sapo arritëm tek aeroporti në Athinë, erdhëm këtu me takun të ham diçka pasi jemi që dje në drekë që kemi ngrënë edhe na ka marrë pak uria. Taku po porosit për të ngrënë, unë dhe Brian jemi ullur këtu. Ndërkohë iku edhe frika ime parë, rrugën e parë e bëm, e mbaruam, sepse nuk e di nëse ua kam thënë, por kam shumë frikë nga avionët. Edhe pse mezi po e pres këtë udhëtim, kam shumë vite që kam pritur për ta realizuar këtë udhëtim. Prap kam frikë, na kam betur edhe 1 orë e gjysëm rrugë akoma. Do rrim këtu tek aeroporti diku tek 2 orë, ndërkohë do pres të më vi edhe Kunati. Nuk ju kam thënë, por këtë udhëtimin do ta bëjmë me Zeqon edhe me Luisin, me 2 kunetrit e mi, do vinë dhe ata me ne. Luisi do niset që këtej nga Athina bashkë me neve, ndërsa Zequa do niset që nga Tirana, sepse është në Shqipëri edhe tham më mirë të nisej që andej, të mos bënte kot një rrugë që të vinte këtu në Athinë edhe më pas të venim për në Vjenë. Dhe këto njerëz deri më tani. Sapo na arriti ushqimi, unë përsëri mora këtë fogacën. Imagjinoni vetë se sa shumë që më pëlqyen në ishullin e Sirës kur i provova për herë të parë. Më pëlqen shumë mozzarella e bërë me këtë kremin pesto dhe gjithashtu me domate, është shija perfekte. Edhe me këto uri që kam unë, nuk e keni iden se sa shumë po më shijon. Gati për në Vjenë! Nisemi! Hello, hello! Welcome in Vjenë! Okej, njerëz, le të fillojmë të bëjmë home tourin e Airbnb-s që kemi mbyllur këtu në Vjenë dhe po filloj direkt. Këtu kemi hyrjen, domethënë. Kjo dera këtu është hyrja dhe më pas kemi këtë këtu, të gjithën këtë pjesën këtu që është kuzhina jon këtu që do gatuajmë se do gatuajmë edhe këtu se janë gjërat shumë të shtrejta këtu në Vjenë. Nuk do vëmë të ham gjithnjë jashtë. Këtu pastaj kemi këtë pjesën këtu. Ka këtu këtë pasqyrën shumë të bukur, që shumë më pëlqen. Ka këto pjesët këtu që ka vënë Kunati im çantën edhe shallin e vet. Ka edhe këtë pjesën këtu kaq të bukur me lulka. Këtu pastaj poshtë këto pjesën këtu mos e shikoni fare. Fare, mos e shikoni kameramani ngri kamerën lart. Ta shikojnë njerëzit këta që bëhet këtu. Këto njerëz janë të gjitha rrobat tona, valizhet tona, sepse shtëpia që kemi mbyllur nuk kishte dollap. Vim këtu dhe nuk gjetëm dollap dhe pam këtë Airbnb në internet, kishte një sirtar tek domethënjumit. Unë imagjinoja se do ishte një sirtar shumë i madh, por do ju tregoj dhe do ta shihni vetë që është një sirtar super i vogël dhe nuk na i merrte rrobat, ndaj do i lëm këtu se nuk kemi se ku t'i çojmë.
Dhe këtu do më thënë ishte pjesa e kuzhinës. Tani do kalojmë tek dhoma e gjumit, se veç me një dhomë gjumi është shtëpia. Është kjo këtu dhoma e gjumit, ka derën këtu, më pas sirtari që po u flisja, që unë e imagjinoja të madh. Është këtu, që këtu kemi vendosur disa rroba tona, kemi varur disa xhupa. Është kaq i vogël dhe nuk merrte asnjë rrobë dhe thash sa të vete unë t'i heq të gjitha rrobet nga valixha, t'i vendos këtu dhe të mos me marri sirtari, do e bëja kot të gjithën këtë si gjë. Në fakt unë sot jam pak edhe më mirë se sa ngrita pak në gjumë e mora pak veten, mbrëmisham shumë keq, por barabart edhe për ditët e mbetura nuk do heq fare rrobat në valixha, se këtu vendosin bataniet që flem natën edhe nuk ka vend fare për rroba. Dhe kjo dhoma ka veç këtë pasqyrën e madhe, të paktën kemi pasqyrën që të tregojmë outfitet e ditës. Kjo është një gjë e mirë. Krevati këtu, krevati ishte shumë i mirë, i rehatshëm. Dhe kemi gjithashtu edhe një komedinë. Ma, kthej pa kamerën. Tu tek pjesa e krevatit, e mbajmë si komedinë. Lulka të bukura na i kanë zbukuruar këtu dhomën me këto lulet këtu artificiale. Dhe njerëz, kjo ishte e gjithë dhoma e gjumit që ndodhi këtu te kjo shtëpia. Dhe fillojmë se ka akoma. Fillojmë tek pjesa e tualetit që ndodhet këtu te kjo dera. Ky është tualeti jonë. Dhe këtu pastaj kam vendosur të gjitha gjërat e mia, gjithashtu kam vendosur edhe çunat të gjitha gjërat e tyre. Këtu kemi një pasqyrë të madhe, kemi këtu këtë pjesën që kemi çuar peshqirat tonë. Këtu kemi një tharse flokët gjithashtu. Dhe më pas, e gjithë kjo pjesa këtu është me xhamari. Edhe kjo është tualeti, vazhdojmë akoma. Nga ana këtej. Këtu kemi një derë që kemi një lavatrice, gjithashtu edhe një segnotirio. Këtu dhe të pjesa këtu kemi edhe pjesën që mund të hekurosim rrobat tona. Ky është edhe salloni jon njerëz që do na shoqëroj për këto 5 ditë që qëndrojmë këtu në Vjenë. Kemi këtu këtë divanin që sot do hatosti. Si zo? Të bëf mirë brënëshi. Pastaj këtu kemi një tavolinë të vogël, te kjo pjesa këtu. Këtu kemi edhe kamar një tavolinë madhe. Edhe bravo. Që të hausimet për të njerëzit. Bravo Brian, shumë bukur, të dua. Këtu pastaj kemi një televizor, kemi dhe këtu këtë pjesën që kemi dhe tavolinën e televizorit. Këtu pastaj kemi një dritë që ta bëjmë pak ambientin më cozy. Këtu kemi këtë lulen këtu, këtu ndodhen 2 dritare, të cilën do i hapim dhe do i shikojmë se çfarë pamë. Just lule madhe. Monturin e keni nga mua dhe nga Brani sot. Këtu kemi detaret si që thashë dhe zbulojmë pak më vonë pamjen që ndodhet këtu. Kemi këtu këtë koltukun që të ulemi këtu dhe të bëjmë disa foto të bukura cutesy. Dhe të shohim pamjen që ndodhet. Okej. Ja, kjo është pamja që ndodhet. Tani këtë shtëpinë për 5 ditë këtu në Vjenë kemi mbyllur tek 820 euro të gjitha. Dhe kjo ishte dhe e gjithë Airbnb-a që kishim mbyllur për këtë qëndruar këtu në Vjenë. Unë tani do shkoj të bëj një banjo, të vishem dhe të dalim. Outfit of the day. Këtë veshje zgjolla për të veshur këtu në ditën e parë në Vjenë. Vendosa këto getat, një sorç të shkurtër të zi, këtë pulovrën në ngjyrën gri. Këto këpucët, çorapet e bardha, pallton e zezë të gjatë dhe jemi gati që të nisemi të shohim pak artin që ndodhet këtu në Vjenë. Mëngjesi Zeqo. Mëngjesi Elsa. Si po të duket Vjena deri tani? Shumë mirë. Bukur. Ta shikojmë se ndi erdhë, ja ditë e parë sot, full day. Tani kemi. Unë dhe Zequa jemi të smurë, si unë edhe Zequa. Është pak i ftohtë Zequa apo? Do i kaloj. Do e përmisoj Vjena. Ne tani nuk po gjejmë do të rrugën e saktë se ku kemi parkuar makinën. E gjetëm. Nare, ja ku ishte të thashun këtej duhet vini. E gjetëm Luis. Po nuk më dëgjojnë mua. Dhe sa po kemi arritur, u futëm këtu brenda tek pallati,
është madhështor, gjikant dhe nga jashtë që po e shohim gjithkund ndodhet art, në çdo cep ka një art të mrekullueshëm, ka shumë njerëz dhe menduam që njëherë ta vizitojmë pak nga jashtë, të shohim pak të oborrin madhështor që ndodhet para Belvederes dhe më pas po mendojmë që të shkojmë të pyesim sa kushtojnë biletat për të futur brenda në muze dhe ndoshta mund të vizitojmë edhe diçka nga brenda, por edhe nga jashtë duket gjithçka perfekte dhe shumë. I prem biletat për të futur brenda në muze ishte 21 euro personi, ndërsa për fëmijët ishte falas, edhe e kemi që të futemi në orën 1 pa një çerek, ndërkohë ora është 12 pa një çerek, ndërkohë ne themi të shkojmë të hajmë diçka, meqense nuk kemi ngrënë edhe mëngjes, pas 5 minuta para hyrjes duhet të jemi tek porta që të futemi brenda në muze. Morëm hot dog me djathë brenda, me majonez edhe me ketchup dhe unë me zipopres që ta provoj. Ta marrë një hot dog. Po, mami dhe Brani pa hanë hot dog. Që kushtuan 8 euro, veç një hot dog, por që është shumë e mirë dhe ja vlen shumë e mirë. Futesh brenda, shek të gjën madhështore, kaq të bukur, e gjitha në art. Është vërtet një vend kaq mrekullueshëm. Sa po mbaruam së pari të gjithë artin e Vienës, jemi nisur tani drejt dhe po shkojmë në supermarket, se këtu njerëz të gjitha gjërat janë ekstrem të shtrenjta. Imagjinoni veç bukën me lukaniko që morëm, ishte 8 euro veç njëra, prandaj nuk e dilet që të hash gjithë një jashtë. Do vemi në supermarket të marrim disa ushqime, ti çojmë tek shtëpia, ti kemi kur të kemi uri, dhe kur të kemi uri do na gatuaj zeshua. Apo jo zeshua. Erdhëm në shtëpi, morëm disa gjëra në Lidl, të tipit disa fruta, morëm pasta, salse, këto do bëjmë ndonjëherë kur të kemi uri, në darkë ose në drek, por gjithashtu punati vajti edhe pak në DM. Edhe do marrim të supaketi të ble makinë madhe. Po bre. Dhe do bëjmë unboxing parfumit të ri që bleu punati im, është nga Versace. Tada! Ka bre 3 libri. 3 libri ka bler Brani. Ka edhe shower gel, Luis. Të jetë pak? Të jetë pak të shikoj pak aromën? Ai nana, madam, mos ma hit. Sa e more? Arome mirë është. Sa more? Po fol, more, mos këtë turp. 100 euro. Të dëmëja 100 euro tani nuk besoj ta kesh marrë, po sa e more. 50 e ka marrë, 50 euro. Vin set bashkë me parfumin, gjithashtu edhe shower gelin e vet. Edhe shumë super arom. Ta gëzosh punat. Hoqa xhaketën jashtë, nuk është se është ai ftoti i tërmershëm që kishim dëgjuar për Vienën, është krejtësisht normale, ndoshta është për këtë vit, sepse dhe borë nuk ka, ndoshta vitet e tjera ka rënë edhe borë, edhe ka qenë më ftohtë. Në një anë jemi me fat se mundemi që t'i vizitojmë gjërat pa pasur ftohtë, edhe të na shijojnë shëtitjet, por në një anë nuk do shohim borë, sepse pash që edhe ditët e tjera të mbetura që do jemi këtu, nuk do të bjeri borë, doja shumë që të binte borë, se në të vërtet këtu në Vjenë
Imagjinoni me të gjitha gjërat e stolisura të bjej edhe borë sa vend i bukur edhe magjik do të bëhej. Për pallatin që vizituam sot, kam të them që ishte një ndër eksperiencat më të paharrueshme që kemi bërë. Historia, arti, arkitektura e bënin atë eksperiencën të ishte një ndër eksperiencat më të paharrueshme që kemi bërë deri më sot. Përbëhej gjithashtu nga dy pallate kryesore, Belvedere e sipërme dhe Belvedere e poshtme. Derën e sipërme e përdornin për pritje ceremonale edhe për festa madhështore, ndërsa Belvederen e poshtme e mbanin si rezidencë të përditshme. I gjithë pallati ishte stil barok dhe ishte vërtet një pamje mahnitse kur e shije. Krijonte tamam një ambient që dukej si në përrall. Kaluam kaq shumë bukur, e shijuam shumë si eksperiencë të gjithën si gjë dhe tani jemi gati që të kalojmë në një eksperiencë tjetër këtu në Vjenë, të vemi të shijojmë pak edhe magji Krishtlindjesh dhe po mendojmë që unë të ndrohem, të vesh një outfit tjetër dhe të shkojmë në Christmas market. Tani unë nuk e di se çfarë të vesh, sepse tani në mbrëmje, sikur ftohet pak koha këtu në Vjenë, ndërsa gjatë ditës është pak më ndryshe, pak më qetë. Nuk e di, do shoh, do vesh ndonjë llush që ka marrë me vete. Do shohim, por po iki të vishim shpejt dhe të ikim në Christmas market. Jemi gati dhe burri ka veshur llushin nga Zara, që i bleu gruaja. Të mban ngrohtë. Se fillim kur ta bleva më the çfarë ke këtë llush. Dhe unë gjithashtu kam veshur llushin tim nga Shein, këtë të kafin, këto jeanset, kam veshur aksat, një kapucë të bardhë, gjithashtu bëra dhe pak buzët në një ngjyrë më të errët, rregullova edhe pak fare make-upin dhe jemi super gati që të dalim. Faleminderit. Christmas market? Yes. Christmas market. You like it? Po. Në fillim, para se të shkojmë në Christmas market, unë edhe kunati im do bëjmë një ndalesë të shkurtër tek H&M, të marrim gjëra, vërtet? Të marrim disa gjëra që unë doja t'i merja para se të vija në Vjenë, por nuk arrita dot që t'i merja, edhe kështu që do i marr këtu. E unë i gjeta gjërat që doja. Erdha në Vjenë edhe nuk kisha as një fjongo me vete, sepse nuk arrita si thash që ti porosisja. Edhe erdha i mora këtu, mora një të kuqe, një të zezë, një shall të bardhë, se gjithashtu edhe shall nuk mora, edhe këto syzet. Më shkar me Kalbelia. Super, mere, këtë ngjyrë mere. Super. Okay. Sa po kemi arritur dhe shikoni pak sa bukur! Nëse vërtet ekziston fjala magjia e Krishtlindjeve, e gjitha kjo fjala është të vish në Vjenë dhe ta qijosh vërtet këtë fjalën. Çdo gjë është magjike. Po. Sot sa shumë njerëz që ka, ndërkohë kunati bleu çfarë quhet kjo? Petu. Gulaç. Gulaç, ta bëj pak. Shumë mirë. Hajde, na. Tani mbeta vetëm, por ri edhe po pres këtu, sepse çunat pren bilet për të vajtur këtu tek rrota e madhe. Unë ndërkohë nuk mundesha që të vija me ta, sepse i kam shumë frikë këto lojrat kaq të larta. I kam tmerr, nuk e di pse më është krijuar kjo frika, më përpara nuk e kam pasur, por tani kam shumë frikë që të bëj lojra kaq të larta. Kështu që kur kemi frikë nuk shijojmë shumë gjëra, do të shijojmë nga këtu tani. Nuk kemi çfarë të bëjmë.
Këtë gjë ishte kaq shumë magjike, nuk e di, po ishte gjëja më e bukur që kam parë ndonjëherë në jetën time. Tani mbaruam, e pam të gjithën si gjë dhe po kthehemi për tek Airbnb-ja dhe atje do u hap edhe do u flas akoma dhe më tepër. It's time! Do gatuem? Po. Që do gatuajmë, ke marrë këto kofshat e pulës. Do i bëj me makarona. Edhe enët këtu i kemi larë, i kemi bërë dritë. Enët jo i kemi larë, i ke larë ku e si lava unë. Që po të kjo do na i gatuash, të këtë nxereja. A më thësh qik mini kja? Ajo që nga e vogël shumë. Pa e, ku do na i marri? Gjere kemi në... Ku do na i marrin ajo, gjitha? E që nga pa larë kjo do larë një. Në një gjishtë mjeshtëri mishe do vetëm. Që do, sharë pulle. Dashi, jo, shiko, bëj dy këtu ti e dy në furë. Po se qa do bëj ako? O qire, ose jo, qoj edhe këtë dhe në gjerën tjetër. Ajo së merë fare qa. Ja tire, malaka. Gjere këtu atë tjetë kështu si qaj këti. Jo, kjo njëme, bërë tre dhe dy. Po si he. He maj, po dale në shi, se me larë. Se ke marrë shumë ose është e vogël kjo, nuk e di që ndo thani. Të frëra. Dhe si që keni marrëvesh, po fillojmë direkt të gatuajmë, të hamë në një gjë, se na ka marrë superuria. Qa keni bërë, na vut flakën? Po nuk i mërë, kemi të njëra. Kam edhe të tjera. Qysh ka të Po jo, qa të hani pasaj. Po, shefi, më duke se jeshtë të ndoshu pak, ma pak djetë. Djetë, tash jam në pushime u. Tani jemi holiday. Qa do na i bësh kofshat e pulës? Makarona. Makarona. Mara makarona të sot të turku. Të turku. E kam turku po, në shok, ja. Shi. Dale pra më shanë, makarona turku. Makarona, kofto makarona ki. Yummy. Jana dhume. Ja të shikoj. Yummy. Të lumë shënduar të shefi. Tani që hëngrëm unë gopëm, të bëj një hol me gjërat që mora e gjënem dhe po vazhdoj me të parat, si që pat mora këto syzet këtu. Kisham kaq shumë kohë që po i kërkoja, por po thoja do i porosi sot, do i porosi nesër dhe nuk erdhi asnjë dita që ti porosisja. Dhe ja, i gjetëm këtu në Vjenë. Pastaj, unë erdha në Vjenë pa fjongo. Dhe tani ka kuptim të vish në Vjenë në dhjetor, ku në çdo cep të rrugës rezaton me dritat magjike që ka Vjena, atë fjongon madhështore të bukur të kuqe që ka, edhe të vish këtu dhe të mos kesh një fjongo të kuqe ose një fjongo të zezë, ta vendosësh te koka dhe të mos bësh një foto. Nuk kishte kuptim ky udhëtim, pa pasur unë një fjongo me vete, kështu që vajta direkt tek H&M e mora dhe mora këtë të kuqen këtu, edhe këtë të zezën. Dhe su thash pak çmimet. Këto syzet i mora tek 17 euro, ndërkohë që në Athinë, kur pash, u futa tek H&M, ishin 12 euro. Ndërsa fjongot i ka marrë 8 euro, edhe kjo gjithashtu 8 euro dhe mora 2, një të kuqe dhe një të zezë që t'i kombinoj. Do shoh se si do t'i kombinoj. Pastaj të fundit mora edhe këtë shallin. Më duhej edhe një shall të them të drejtën, nuk kisha asnjë kështu të trash, të mirë, që të mban ngrohtë edhe sidomos në ngjyrë të bardhë. Do vendos se bën pak ftohtë në darkë këtu në Vjenë. Dhe këto ishin të gjitha gjërat që mora tek H&M. Dhe shalli më duket se ishte tek 17 euro, të mos gaboj, diku aty ishte. Çfarë t'ju them për Christmas Market, nuk e di, ishte vërtet një atmosferë kaq magjike, kaq e bukur, sa që nuk e merrni dot me mend se sa bukur që ishte. E kisha parë shumë herë në për video, në për foto, ama le t'ju them diçka që ishte diçka tjetër kur ti ishe dhe e shije vetë me sytë e tu. Se në foto duket bukur, okej, ama të jesh vetë dhe të shohësh vetë të gjithë atë që ndodhej tek Christmas Market, nuk e di, ishte vërtet një atmosferë kaq magjike sa se merrni dot me mend. Do të cep kishte muzikë, aromë, ëmbëlsirash, çokolata të ngrohta,
dekorime fantastike. Me të vërtetë që duhet të vini dhe ta vizitoni Vienën në dhjetor, veç çmimeve që i ka pak të shtrenjta ta them të drejtën, por besoj për të parë gjithë këtë magjinë që ndodhet këtu, vlen të vish të paktën një herë në jetën tënde. Dhe gjithashtu te Christmas Market morëm edhe çokoladë të ngrohtë, e cila kushtonte 10 euro bashkë me kupën e vet, do me thënë të jepnin kupën edhe çokoladën dhe ti paguaje 10 euro ose në të kundërt veje dhe e ktheje kupën prap mbrapa, pas merje 5 euro dhe pastaj të mbetej çokolata që ta paguaje veç 5 euro. Nëse ti e doje kupën ta merre me vete, do e paguaje 10 euro, por ne e kthyem prap mbrapa kupën, sepse nuk kemi se ku ta çojmë, me vete nuk e marrim dot, kështu që nuk e morëm kupën dhe e kthyem përsëri mbrapa. Kështu ishte dhe eksperienca jon sot te Christmas Market. Tani u mezi po pres të shoh gjëra të reja, akoma edhe më të bukura këtu në Vjenë. Dhe mezi po pres të vi dita e nesërme që t'i shoh të gjitha këto nga pak. Tani po mendoj që ta mbyllim diku këtu këtë ditë. Unë do shkoj, do heq make-upin tim, do vesh bijamat, do shkoj të fle që të marr energji për të nisur ditën e nesërme. Ndaj e mbyllim këtu për sot dhe bashkë do të shihemi nesër.